Ish-deputeti socialist Jurgis Qyrbja i shpëton rikthimit në qelinë e Burgur për 3 akuzat e SPAK që e quan në pranga dhe e nxorën nga jeta politike. Gjykata e apelit posaçëm la në fuqi vendimin shkallës së parë që e gjeti fajtor dhe e dënoi me 3 vite burg për veprën penale tregtimi sekreti shtetror nga shtetasit, kryer më tepër se një herë për krah e autorit të krimit, e kryer më tepër se një herë dhe korrupsion aktiv në zgjedhje. Vendimi përbën vetëm një certifikim të procesit, pasi ish-deputeti i liruar me 21 shkurt nuk do të kthehet asnjë ditë në qeli, pasi sipas llogaritjeve e ka shlyer të gjithë dënimin. Pjesën më të madhe ish-ligjvënësi e kaloi në cilësinë e të paraburgosurit në pritje. Apeli i posaçëm konfirmoi edhe dënimin në mungesë me 3 vite burg për Altin Hajrin, ndërsa ky i fundit në Arati është dënuar me burg për jetë edhe për rrëmbimin dhe vrasjen e Jan Prengës. Shkalla e dytë e gjykatës së posaçme vulosi dënimin me 2 vite burg edhe për Ahmet Mashën, po ashtu i akuzuar në dosjen e ish-deputetit. Jurgis Qyrbja, sipas dosjes hetimore të SPAK, informon Altin Hajrin dhe personat të tjerë që kërkonin nga autoritetet shqiptare në rast se do të kishte operacione policore për kapjen e tyre në qytetin e Durrësit. Sipas SAR, ai rezulton të ketë kërkuar mbështetje për vota në zgjedhjet parlamentare të vitit 2021, ku doli mes të më të votuarve në qark dubël, në rang qarku. Jurgis Qyrbja dorëzoi mandatin e deputetit para se të vijë zyrtarisht në akuzë dhe më pas të arrestoi me urdhër të prokurorisë së posaçme në tetor të vitit 2024.